10 generalët më të mëdhenj të historisë, sipas matematikës. Nëse historia është një fushë beteje, atëherë pyetja më e vjetër është kjo: kush ishte generali më i madh i të gjitha kohërave? Aleksandri i Madh, Napoleoni, Cezari, apo ndoshta një emër më pak i njohur që fitoi çdo betejë? Një studiues amerikan, Ethan Arst, vendosi t'i jap fund kësaj dileme, jo me opinion, por me matematik. Ai futi komandantët e historisë në një ekuacion. Rezultati, një renditje që nuk një legjenda, por statistika të ftohta. Arst mori të dhëna nga Wikipedia për më shumë se 3580 beteja dhe 6619 general. Për secilën betejë ai shënoi 3 gjëra: kush komandonte, sa trupa kishte dhe kush fitoi. Pastaj llogariti se sa fitore kishte secili general në raport me disavantazhin numerik. Në thelb, një version ushtarak i wins above replacement, një metodë që përdoret në baseball për të matur sa vlen realisht një lojtar krahasuar me një mesatar. Vetëm se këtë herë loja ishte lufta. Sa më shumë beteja të fitoje, aq më shumë rritej vlera jote. Por, nëse fitoje beteja me më pak ushtar kundër një armiku më të madh, pikët shtoheshin më shumë se normalisht. Në fund, ai arriti të krijojë atë që quajti war score, një rezultat matematikor që mat efikasitetin ushtarak. Dhe kështu, historia mori një formë më krejt të re. Nuk ishte renditje perfekte, sepse as lufta s'është shkencë e saktë. Por Arst arriti diçka që historianët nuk e kishin bërë kur. Ta zhndroi genialitetin strategjik në numra. Në fund, ai renditi 10 emra që, sipas matematikës, dolën më lart se të gjithë. Disa prej tyre janë të pritshëm, të tjerë befasues. Por të gjithë kanë një gjë të përbashkët: aftësinë për të fituar kur probabiliteti ishte kundër tyre. Në vendin e 10, Aleksandri i Madh lindi në vitin 356 para erës sonë, dhe deri në moshën 30 vjeçare kishte krijuar një nga perandoritë më të mëdha të historisë. Ai fitoi çdo betejë që udhëhoqi, nga Graniku, Teisusi dhe Guagamela, duke mposhtur ushtri disa herë më të mëdha se e tij. Por kishte një problem me llogaritjen. Aleksandri kishte luftuar vetëm në 9 beteja. Numri i vogël e penalizoi në modelin matematik, edhe pse shkalla e perfeksionit të tij ishte pakrahasueshme. Nëse llogaritja do të bazohej në cilësinë e çdo beteje, jo në sasinë, Aleksandri do të ishte numri 1. Por statistikat, ndryshe nga legjenda, nuk njeh as lavdi, as tragjedi, vetëm të dhëna. Në vendin e 9, Gjergj Konstantinoviç Zhukov, komandanti sovjetik që ndryshoi fatin e luftës së dytë botërore. Ai drejtoi trupat në betejën e Kurskut, përplasjen më të madhe të tankeve në histori, dhe më pas udhëhoqi sulmin final mbi Berlin në 1945. Vetëm një betejë më shumë se Aleksandri, por në kushte shumë ekstreme. Zhukov luftoi në fronte ku çdo vendim kishte peshën e miliona jetëve. Për këtë arsye, edhe pse jo i pagabueshëm, matematika e vendos midis të pavdekshmëve. Në vendin e 8, Frederiku i Madh i Prusisë, një mbret filozof dhe një strateg gjakftohtë që udhëhoqi Prusinë për më shumë se 40 vjet. Në 14 beteja të mëdha, ai e ktheu një mbretëri të vogël në një fuqi që do të formonte Gjermaninë e ardhshme. Ai e zhndroi disiplinën në art dhe artin në fitore. Matematika e Arstit e shpërblen me vendin e 8, por historia e njeh si njeriun që shpiku ushtrinë moderne. Në vendin e 7, Ulysses Simpson Grant, komandanti i Unionit gjatë luftës civile amerikane. Ai fitoi 16 beteja vendimtare dhe, fal suksesit të tij, u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Arst thekson një fakt interesant: kundërshtari i tij, Robert Edward Lee, del me një vlerë negative. Pra, sipas statistikës, Lee ishte më shumë humbës se sa gjeni. Grant përkundrazi doli si njeriu që mbylli plagën e Amerikës dhe fitoi jo për heroizëm, por për durim matematik. Në vendin e 6, Hannibal Barca, generali që Roma i quajti armikun më të madh të përjetshëm.
A i kaloi Alpet me elefant, shkatroi legionet romake në Kanae dhe sfidoi perandorin më të fortë të kohës. Matematika e arshtit e rendit të gjashtin, ndoshta pa drejtësisht. Por historia njeh njeriun që ndryshoi përjet mënyrën se si mendohet strategjia ushtarake. Kur u mund nga Shqipioni, thuhet se vetë Anibali e pranoi. Unë dhe Aleksandri jemi të parët, të tjerët vinë më pas. Në vendin e 5, Khalid ibn al-Walid, i quajtur Shpata e Zotit, komandanti i ushtrisë të kalifatit Rashidun, ai bashkoi gadishullin arab dhe u përball me perandorin bizantine dhe atë perse, pa humbur asnjë betejë. Nga më shumë se 100 përplasje, ai fitoi çdo herë. Në 14 beteja të mëdha të regjistruara, rezultati i tij është perfekt. Nëse lufta do të ishte një ekuacion, ai do të ishte zeroja e humbjes. Në vendin e 4, Takeda Shingen, ose Tigri i Kajit, një nga strategët më të ndritur të Japonisë feudale, luftoi në 18 beteja, ku inteligjenca dhe organizimi ishin më të fortë se forca brutale. Ai krijoi sisteme taksash, ligjesh dhe administrimi, që më pas u përdorën nga shogunati që bashkoi Japoninë. Në Japoni, Shingen nuk është vetëm general, është arkitekti i rendit. Në vendin e 3, Duka i Wellingtonit, njeriu që ndali Napoleonin në Waterloo. Ushtria britanike në komandën e tij fitoi 18 beteja të mëdha gjatë luftrave napoleonoike. Ai nuk ishte gjeni me shkëlqim romantik si Bonaparte, por strategu i përkryer i ftohtësisë. Në çdo vendim, një llogari e saktë. Në çdo fitore, një kosto minimale. Në fund, Wellingtoni ishte ekuacioni i përsosur i disiplinës. Në vendin e 2, Gaius Julius Caesar, Jul Cezari, politikan, general, diktator dhe mit. Ai zgjeron Republikën Romake në gjithë Evropën moderne, Gali, Britani, Gjermani, Ballkan. Matematika e arshtit e shpërblen me rrezikun që mori, sepse çdo fitore e Cezarit vinte pas një basti të rrezikshëm. Kur të gjithë mendonin se ishte i çmendur, ai provonte se kishte lexuar terrenin më mirë se të gjithë. Dhe në krye të listës, Napoleon Bonaparte, jo surprizë, por shkalla e dominimit të tij është ronditse. Në 43 beteja të mëdha të dokumentuara, ai ka një war score prej 16 pikësh, aq i lartë sa të gjithë të tjerët bashkë mezi afrohen. Nëse historia do të kishte një grafik, Napoleoni do të ishte jashtë shkallës. Nga Austerlitz të Jena, nga Ulm te Wagram, ai imposhti çdo aleancë që Evropa i hodhi përballë. Matematika mund të tregoj se sa fitoi. Kështu duket historia, kur e sheh me sy të ftohtë shkencor. Por edhe nëse e përkthen në ekuacione, një pyetje mbetet. A mund të llogaritet genialiteti, sepse asnjë formulë nuk ma dot guximin për të marrë një vendim që ndryshon botën. Aleksandri, Cezari, Napoleoni, Anibali, të gjithë u nisën nga arsye të ndryshme, por i bashkon një gjë, shndruan kaosin në rend. Dhe kjo është diçka që s'mund ta bëjë asnjë algoritëm. Matematika i jep rezultate, por historia na jep kuptim. Dhe ndonjëherë, midis logjikës dhe mitit, qëndron ajo që quajmë genialiteti njerëzor. Në fund, nuk është numri i betejave që fiton, por sa epoka ndryshon me to. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.